Një grua e vetmuar gjen guximin për t'u përballur me të kaluarën e saj të dhimbshme. Një burr i ve mban një kërkesë të pazakontë që do të ndryshojë jetën e të dyve. Një takim shkollor bëhet skena e një transformimi të papritur që do të zbulojë lidhje të pamundura për t'u shpjeguar. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Zhurma e shiut që binte në çatin e furrës së vogël jehonte në ambientin bosh, duke krijuar një melodi melankolike që shoqëronte mendimet e Olivës. Ishte pothuajse ora 7 e mbrëmjes dhe ajo kishte larguar punonjësin e fundit një orë më parë, duke preferuar të qëndronte vetëm për të organizuar bukët e ditës tjetër. Duart e saj punonin me ritmin automatik të dikujt që përsëriste të njëjtat gjeste prej vitesh, duke modeluar brumin me precizion mekanik, por mendja e saj ishte larg aty. Zarfi i zverdhur qëndronte mbi banakun kryesor, i dukshëm në thjeshtësinë e tij irrituese. Viti i 10 radhazi që i vinte. Viti i 10 që ajo shikonte ato shkronja të arta të stampuara, takimi i maturantëve të gjimnazit Shën Francesku dhe ndjente stomakun t'i tkurej në një përzierje ankthi dhe zemërimi të vjetër. Viti i 10 që ajo e shtypte ftesën dhe e hidhte në kosh për ta nxjerrën më pas në mes të natës, duke i lëmuar palosjet me gishta të dridhur. Oliva ndaloi së gatuari brumin dhe fshiu duart në përparse. Në 32 vjeç, ajo kishte ndërtuar një jetë të parashikueshme dhe të sigurt në atë qytet të vogël në brendësi, ku të gjithë e njihnin si pastiqeren e sjellshme që bënte bukët më të mira me sheqer në rajon. Ishte një ekzistencë që ajo kishte zgjedhur me vetdije pas vitesh refuzimi dhe poshtërimi gjatë adoleshencës. Këtu, askush nuk mbante mend vajzën e shëndosh dhe të turpshme që ishte shënjestër e vazhdueshme e shakave të egra. Këtu, ajo ishte thjesht Oliva, pronarja e furrës që gjithmonë buzëqeshte dhe nuk shqetësonte askën. Por ftesa vinte çdo vit si një fantazmë këmbëngulse, duke i kujtuar asaj gjithçka që kishte provuar të harronte. Fjalët e pëshpëritura në korridore, të qeshurat e mbytura kur ajo kalonte, shikimet përbuzëse që e ndiqnin si hije. Kiara, udhëheqësja e grupit më popullor, e cila gjente mënyra gjithnjë e më kreative për ta bërë Olivën të ndiej e padukshme dhe e papërshtatshme në të njëjtën kohë. Zilja e derës ra butësisht duke e shkëputur nga ëndrat e saj. Oliva ngriti syt dhe ndjeu zemrën t'i rrite pak më shpejt, siç ndodhte gjithmonë kur shfaqej Marko. Ai hynte në furrë pothuajse çdo ditë në të njëjtën orë, gjithmonë duke kërkuar të njëjtën bukë franceze dhe të njëjtën shishe ujë, gjithmonë duke paguar me kusur të numëruar. Gjithmonë duke falënderuar me një tundje koke respektuese para se të largohej. Marko ishte një burr i gjesteve ekonomike dhe fjalëve edhe më të rralla. I gjatë, i zeshkët, me duart të kallura nga puna me hekur dhe saldim, ai mbante një trishtim pothuajse të prekshëm në sytë e tij të errët. Oliva e dinte, nga komentet diskrete të fqinjëve, se ai kishte humbur gruan disa vite më parë dhe rriste vetëm një vajzë të vogël. Ajo gjithashtu dinte se ai kishte një punishte hekurishtesh 3 bloqe më larg dhe se reputacioni i tij në qytet ishte i patëmet, një burr punëtor, i ndershëm dhe i rezervuar. Mirë mbrëma, Marko, tha ajo, duke shtyrë një buzëqeshje ndërsa shkonte drejt banakut. E zakonshmja? Ai tundi kokën, por këtë herë sytë e tij u ndalën pak më gjatë në fytyrën e saj. Oliva ndjeu faqet t'i nxeheshin dhe dëshiroi të kishte menduar të grimohej para se të vinte në punë. Jo se do të bënte ndonjë ndryshim, ajo ishte e sigurt se një burr si Marko nuk do ta shikonte kurrë ndryshe. Burra si ai nuk interesoheshin për gra si ajo. Ndërsa mbështillte bukën, Oliva nuk mundi të mos vinte re se sa i lodhur duke i Marko atë natë. Kishte një tension në shpatullat e tij që zakonisht shfaqej vetëm kur ai ishte i shqetësuar për diçka. Ajo donte të pyeste nëse ishte gjithçka në rregull, por nuk kishte guxim. Ata nuk kishin shkëmbyer kurrë më shumë se fjalët e nevojshme për transaksionin tregtar. Janë 4 lekë, tha ajo, duke i zgjatur paketimin. Marko mori parat nga xhepi, por hezitoi para se t'i jepte. Sytë e tij u zhvendosën te ftesa e shtypur mbi banak dhe Oliva ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë. Shpejt, ajo e ktheu zarfin me kokë poshtë, por ishte tepër vonë, ai e kishte parë tashmë. Takim shkollor, pyeti Marko, dhe zëri i tij kishte një ton pothuajse të butë që ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Është marrëzi, murmuriti Oliva, duke marrë ftesën dhe duke e futur në banak me lëvizje nervoze. Unë as nuk do të shkoj. Nuk shkoj kurrë. Marko e vëzhgoi për një moment dhe Oliva pati ndjesinë e çuditshme se ai po shihte diçka që ajo nuk donte të shihej.
Kishte një kuptim të heshtur në shikimin e tij, sikur ai njihte tek ajo diçka të njohur. Ndonjëherë është mirë të përballesh me të kaluarën, tha ai më në fund, duke vendosur paratë mbi banar. Por e kuptoi që nuk është gjithmonë e lehtë. Oliva u befasua nga thellësia e komentit. Ishte fraza më e gjatë që ai kishte drejtuar ndonjëherë dhe kishte diçka në mënyrën si e tha që sugjeronte përvojë personale me fantazmat e së kaluarës. Ti e ke bërë këtë? Të përballesh me të kaluarën, pyeti ajo para se të mund të përmbahej. Marko mori paketimin dhe shishen e ujit, por nuk u drejtua menjëherë drejt derës. Ai qëndroi aty për disa sekonda, sikur po peshonte fjalët e tij. Ndonjëherë nuk kemi zgjidhje, u përgjigj ai. Herë të tjera, zgjedhja është e jona. E vështira është të dish cila është cila. Dhe me këtë, ai u largua, duke e lënë Olivën vetëm me mendimet e saj dhe me ndjesinë shqetësuese se ajo bisedë kishte nënkuptuar shumë më tepër se fjalët që ishin thënë. Ajo qëndroi duke parë nga vitrina ndërsa Marko ecte në rrugën e ndriçuar dobët, hapat e tij të sigurt dhe të vendosur edhe në errësirë. Kishte diçka ngushëlluese në praninë e tij, një qëndrueshmëri që binte në kontrast me turbullirën që ndjente brenda. Për një moment të çmendur, ajo imagjinoi si do të ishte të kishte Dick si ai pranë saj në takimin e maturantëve. Dick, prania e të cilit thjesht do t'i bënte njerëzit të mendonin 2 herë para se ta mos respektonin. Por fantazia zgjati vetëm disa sekonda para se realiteti ta kthente në tokë. Burra si Marko nuk interesoheshin për gra si ajo. Ata nuk shtiresheshin si të dashur të pastiqiereve të vetmuara për të impresionuar ish shokët e. Shoklis që e zherë. Ata kishin zhete i qiri, problemi një qiri, dibzhet i qiri për që mashtur. Oliva pshereqiu di ju këqi brumi ke kis që leni pas dori. Puna kis që keni zhizhiqmoni streha i sa, aktivitet që ke ketezon që mengjin i sa kur mengjimin beshin të per që henda për te u duruar. Azhu zega y te i një hiqmi një pnoqik që ngeshis di modelimici. Duk ju perpekur të ishtin që kusqime per seri e një sepin një jehet që mengjis ku zakonist kendronin që huashtura. Por atë nejqi, atu hefuzonin që bashepunonin. Kusqime vinin si vali, Kiara duki ke shurmi zeqelar që kur Oliva u hezua një shakale i shoklis, duki serperdari libra i sa një gjishemi. Pesheri që te u muezi per peshe një sa, hobat i sa, famiuze një sa që te zheqi. Gjita kuraju mi një fëngjim lodi gusimin per që deklaruar në zhenjat i sa per gjalin ke i peukenqi, vetin per që zbuluar si zhijika kis që kenin gjibazi e zheri orkestruar nga grupi populor. Sudu kusqin një sisin gjigogji që i vozheu mitiki, duki hjapur plazhi ke aju mendon që si ishin sheruar. E një moshin shtaten bembegjiget që ves, aju ish që betuar veqi si nuk i du ta vin që kuhimi vetën e një gjë pozicion që qili vulnerabilitet që. Aju du që nërton që në gjigjet që ku du që respektoesh per pune një sa, ku du që mund që kontrolon që ku in që digju që nga bota i sa, ku në gjerezi du ta trashtoni mi mirezheu bazi sep si kishin nevojë për që. Di kis që funksionuar. Per pezembegjiget që vet, kis që funksionuar i një meniri perfenqi. Deriza vin që aju ftezi maukuar, duki kustuar azar si sa duke aju kis që nrishuar nga zhasqi, brenda is qenjë aju adoleshenqi per umbur ke fshjej një banjot i shoklis per qikari një eshqi. Oliva maroj si pergacituri brumin di fuqi zhijika i një frigoriferin industrial. Fuha is që gaci per gjitin qeter, por aju nuk is që gaci per që shukuari një shetepi. Shetepia i sa i vozheu të e hje blokimi larg duqi si te peri keqat e neqi, duki i deni shumja peziri fantasmavi per që valezuar lirshen një mengjë një sa. Aju i sherbeu veqis në gjifiu shan kafi ke kishi me tur nga pas gjizha di ue një engjë nga tavolina i vogla që fuhis, duki par nga dritarja hujin bosh. Shiu kis që pushuar, duki leni trotuare që sheu keni në drite një vergji që shqilavi. Istin gjinej që bukur, ja që logi ke duesh që siu që paki di kontemplacion, por gjizhika ke Oliva në gjen që istin gjipeshe një hiqe një egjoks. Per hir që pari pas vitesh, aju i gjeqi vetën duki veni një epike pjezhis zhedejët i sa. A isti friki mo shukuar zhe një takime me parmi? A isti zhezhele dur, apu teshte mileta, qik që nga i kaluara? Dia du ta ben që vazimimi i ikshis që një gjizmi miri apu mi kek per vetën? Kafsha isti i dur, por aju vazeta pinqi, duki perdorur dibzhe një vozheu fiziki per te u shepututur nga dibzhe emocionali ke pohitej brenda sa. Zhasqi, në gjimasi kaloj hujin mi vrap, nosta duki kërkuar streti nga qifto qiti nachis. Oliva i zilikari lirini sa, aftezini sa per që vrapuar teste kur gjerat beshin që pakemi. Aju në shari fteze nga fshetezia po që banakut di lemoj mi tavolini. Skronjat i arta dukeshin si kur taleshin mi që një drite një zbeqi që fuhis. Takimi i maturantevi që zhizhimzit shenj Francesku, 15 vet maturi.
pesimbedigete vet. Njigete teri kiste caluar que curajo kiste dalinga atu dier per hirte fundit, duque o betuar sinuque do tichiconte curri-me paz. Por nosta este corra per ti pare. Nosta este corra per tei provoar vete se ajo estibere mi forte, se atangereis nuque kishin mi fuki mite. Ouse nosta este corra per tisbuluar se ata endi kishin, de mie fande ti bem ti pak mi ket. Vendi mi o formu angadali nie mendin issa, sindimegu que che perda et gradualiste per tisbuluar nji peisaste friction por ti pachangachen. Ajo do tichon conte nie taquim. Por ideja per ti chucuar vetem e bente tinidis fisiquiste semuri. E duas dicus pranissa, dicus que do tabente tinidis mi pak vulnerabel, mi pak exposuar. Oliva chicoi per seringa dritarja de para silhuetem e marcos que calonte nieanen tieter ti rugis, nosta duque uctierga marja e vage sitis enie chepini e fkinges que cugeses pertinersa e punote derivone. Kiste diz que enie levis jet e tis que suggeronte tingestin log vetmi que ajo e ingite acmiri. Dy ti vetmoar que calonin praningerit etrit enie resiri, cecili duque mastur barre e veta ti paduxe. Ngide absurdi filoite merti forme enie mendin issa. Ac absurdi sa ajo e largoi mengeere, por ajo ucti, mi quembengulese mi sudo perjecti per ta enjoruar. Duti isti pamundur. Duti isti turmi pertege maginatis. Duti isti geja mi goshintari que ajo quiste consideruar non geere ti bente enie jet. Oliva maroi cafen de lau filanin, levi jet e sati kelimi de ti cugeshi minersa mendia e sa rotuloloi enie carque ti furimi. Ajo mili furren de singadali dreste etepise, duque de tursi nuque do timur ti flinte atenete. Do ti quiste ori ti terra per ti menduar, per ti pechoar prodi condern de vendimi que multin richonte gigica ose ti chacaterronte pac dingite que quiste metur. Por nersa ect enie rugen bosch, miftesen e palosur mi cudis enie shepin e sa, oliva angel disca que nuque quiste perjetuar precho micois, ndgesine mahamendese de titmerch mit mundesise. Mundesia que, nosta, vetem nosta, ajo muntiste mi goshintar ingassa imaginote. Nata quiste keni gjate de paragjumi per oliven. Ajo caloi ori ti terra chitrire enie chatrat, duque paritavani nersan dimigi secari tinrichen spaloses enie mendin issa. Misudo ori que calonte, e deja que quiste mire enie furri ritei mi chumi de bm reale, mi fricmidi, enie tingestem coi, mi paresistuesme. Curha alarmi enie orem pesit mengesit, ajo istis joar tas mi pre de y ores, ulur enie cusine min difio chansast ftot enie duar, duque vesoar ftesen que quiste vendosur mitavoline. Drita e agimit filtroi permis perdeve, duque e denin de ton tibut te arte letris que tani duque mi packersenuese de michumissin de mundesi que priste te chafritizoj. Oliva uves mi cudis tivessante até meges, duques gedurn de blus e blut erret que texonte citi sadin de pali pantalona que benintini dis reha, puri paraquitme. Ajo grimus lete, disca que rali e bente perpune, dili di floque e sati caftenien de topuiste lirchen que enquadronte fitirin butesesto. Nese do tabente até, do tabente mi versione mi timiri tivetes que multim blide. Ruga derienie furri duque mi shurter sisaconist. Quem beisa levisni min divendosmeri que bintenie contrastra mi anctin que ritei enie stoma cum issa. Ajo dinte si marco calonte prani furris rete oristate gisme, gigitmone enie rugen pertilene vagen enie chocole para sitiapte punistem. Dutiquiste vetem gidritari tivogel mundesi pertei folur, dinesi uncti, nosta nuque do timblide curri mi mafte goshin. Mangesi enie furri caloi enien de persierge surreality routines normali de pritmeris intensive. Oliva pergatiti buque, cherbeu cliente e pari, organizoi vitrinem, por gigica duque sinode me levigi tinagalta, sicur corra po complotonte condersa. Sahir que bintis ilja de nuque estimar quai queinte, zemra e sageptin gigodite tivogel zengimite persier milestesim. Enie orenstat ingeset, ajo para silhuetem e juur que afroes enie ruge. Marco ectimianem, vagem e tista tegessari, e sila idiapati vegeu pranitis nersa flistim entusiasem. Vaja istingiverja enie miniatura e babai, mitingeste floc tierret de tingeste sy chepris, purati quaimante melancoli, ajo resatonte de energite per bastur que suggeronte de natiri natirchen jesuarte imbitur per coexiste garretana e jetes. Oliva e quiste parianem diz a enie furri, gigitmone titurme de ingitur pas babai, por quiste de rast specific que quiste metur enie custese. Diz a moas mi pare, nersa marco paguante blergen e tis, ana este afruarte vitrina e imbelcirave de quiste chicoar mi sy tichandritchen de biscote te decoroar enie forme princesche. Oliva, minge impuls, e quiste mesigele imbelciren dia quiste ofruar vages, e sila e quiste pranoar minge buzequeje titurme por resatuese,
duque pecheriturn de faleminderit potuagit padegjuechen para sitifchiei per seri pas babai. Zemra e olives rahu forte curata o afruanderi se furris. Istitani osi curri. Aju morifrimi tele, reguloi per paresem de o posicionou a pas banacut, duque o perpecurti duque rastesiche nersa duarte e sadrideixem potuage para o venire. Zilja radimarco irimianem. Vaja iberimi dorimi turpolives, e sila ia que o mindibuzequeje te sinkerte que perndi moment e berite arronte anctinissa. Miremegis, tamarco, duque o drestuar banacut mi kendrimin e tistis acochent educatis respectuese. Miremegis, Marco. Ana. Oliva perfil vagem ne percendete, duque veni recicite e saunri suam curu nojo miemer. Isa concheja, pieti oliva, purzeri e sadoli pac mi lartice normalja. Ajo coliti discretiste de perseriti pietien mingiton me te controluar. Marco tundicoquem, porque hirana o oda perpara. Babi, amunti marngingato biscota misemer, pietiajo, duque treguar vitrinem mindicheprege cheprese. Marco hesitoi, de oliva para luften e brensime que ziviloe genie fitirem e tis. Ajo dinte-se aiste e cujeche-me cinzimente, jonga copacia, purnga pergeggesia pertimasturn de vage vetem. Para se aite multi pergigges, oliva o oda perpara. Fac, unipotestojan de recete te redicanevoge per mendimite sincerta, ajo gengeu natirchen. Ana, amunti me besn de favor de te provos de biscote per timiteni sarimendon. Cite vages os geruanga abia de kenaquesia. Marco chicoi olivem mindicheprege que persiente mirenjoge de disca mititele que ajo nuque mundi ta identificote. Amundem, babi, pietiana, potuage duque quercierga anti. Nese oliva poquer com nima entende, mendon se po, o pergig marco, de perhirte pariqueajo ingite, oliva parande buzequeje te sinkerte teinri sonte fitirem. Oliva e paquetoi biscotem micudes tivessante de ia da anis, e sila e masti de tesar. Duti duet te me tregocho mi voni nese istimiri, da corda. Ana tundi coque me force de cafchoi biscotem, duque me lur site per tachijuar mi miri. Este chigme. Chumi miri. Momenti letesise de gesime que o crijua atiberi que oliva potuage te arronte planem e sa original. Potuage. Por cur marco drestua drest deres mianem, ajo e dinte sinuque munt talinte tichonconte mundesine. Marco ajo e tirri, zeri e sadoli mingiton mitilarte se sasinote. Ti de y uctim per tapare. Ti multic tenhas vetem pasite les anem in chocole? Uni duet flas mi te y perdisca. Marco rudi pac vetula, portum de coquem. Seguristo. Canoji probleme. Nuque este probleme. Este perndi favor que do te doja te quercoja. Cureta o chaca ne siti Marcos, por aí testetum de coquem ne change miratimi para se te largoes mianem, e sila iberimi dori me entusiasem olives permis vitrines. Dize e pesi minuta e ardemi calua mindiche peitesi torturuese. Oliva o perpoc te mantivetem tizene duque organizoar gera que ishintasme te organizoara. Duque pastruar-se perfac que ishintasme te pastra, duque reorganizoar producti que ishintasme te regululuar a meniri perfente. Ajus troi menderiste até que do titoste, duque nrichuar falet ngimigi rir, duque o perpecurte gente ngimeniri pertitingeluar mi pac desseruar ngassanidis. Cur marco mine fandi ucti, oliva popastronte per hirte trete tingeste em banac. Aju nadaloi até que pobente de ucti drestis, duque o perpecurte duque mi sigurt ngassanidis. Ateeri tamarco, duque o afruar banacut. Persaridoge te flige. Oliva mori frimi tele. Istitani. Nuque quiste mictim paz. Este pac sudit mi ajo que do te querco filoiajo, falet e dolent ingaterruara. Di cupton plotesiste nesi mendon se estes menduridi desciram te tuas jo, sepsi verte estingigi chume. Oliva marco e nederpreu butesisto. Mer frime. Muti flasis. Miresia inieserin e tis potuage e beriti ictidori. Istiac milete tivazonte tisti testa passicier janga e sila e blint buque, gruaja e paduxi que nuque chetezonte asken. Porftesa poidigte nie shep sindicustese e vazueixe e tigita mundesive que ajo kistilene tisconing africa. Canditaquim maturanteste choclissimi ta ajo che, para sitiumbiste gussimin. Tistunem e ardeme. Diuni nuque cachuquar currinie agisepse. Ajo nadaloi, duque cuptuar se istigatitis bulonte chumipertrauma e saticaluara perndiburri que mesi ingite. Marco pritime durim, para estire até tivazonte. Sepis ingeresit nuque ishin. Chumite celchuchen mimua nie chocole ajo mi nie fandi pranoi, duque pariduarte e sa.
Diuni gigitmoni campazur fricti show vetendi, diticalos per serie niet ingesta ciclete. Ditido que uniti chome ty, marco perfundoi, zeri itis paragjiquim. Oliva angriti citi, e befazoar ngaletesia miticilen ai quiste cuptuar. Jossi inditaquim vertete ajo gutis caronte. Vetem per teu sutirur. Que timos duquenhac. Ac vetmoar de patetique. Marco kendroenie este perndicoitic jate, de oliva angeofitirem tein cheen gaturpi. Iste piqueriste ajo que quiste frique, aidut mendonte se ajo iste desceruar de chetezuar. Ajo tasme poapti gogen pertitene se pobente chaca, se munta arronte tigite setem, cura e fole. Tinuque ge patetique, oliva. Ajo mili cite, e befazoar. De uni pra nós. Perngi moment, ajo mendoice quiste degjoar gabim. Ti, prano. Po. Marco vendosi duarte niebanac, duque o perculur pac perpara. Tigite que me nevogite per balemimi fantasmata tona rir paz rir. De non geeri este milete curnuque gemi vetem. Oliva angeu cititei muchechi milot letesimi mirenjogeje. Gei sigurt? Nuque duatinidiche e detiruar vetem sepsi. Nuque nidem e detiruar. Marco e nederpreu butesesto. De pertiqueni sincerte, cachumicoi que nuque dá gachetepia perdisca que nuque este puni osi cujeja peranem. Nosta estimiri ed permua. Quiste disca in menirem si ita que suggeronte chetreza cuptimi que oliva nuque munditei fronte plotesiste. Por nuque quiste rendesi. Ai quiste teni po. Verte quiste teni po. Uni nuque dicite te falenderoi ajo murmuriti. Nuque canevoge te falenderos. Vetem mi tua sari duet ti di. Orari, vendi, si duet ti vichem. Este inie otelikendror, tistunen inie orentetetim regis. Este formal, questuque, costum, mendon? Oliva ni disse curpo fluturonte. De duet ti tregóis disagera perngeresit que do tigeniate, que te cuptosh mi miri situatem. Marco tum di coquem. Possicurti flazim mi michumiquetesin ezer? Pazite leonen inie chocole. Po, perfem. Oliva buzequechi, de buzequeji e sincerte que transformou plotesiste fitirem sa. Marco drestua drest deres, por nadaloi para citidilte. Oliva. Po. Atu biscota que idianis, atu ish invertete chigme. Nuque quiche nevogite sicti se potestoge receta. Oliva angeu fitirem tein cheen, por quete rir jonga turpi, por ngadisca me afer que naquesise. Si dige. Sepsi tigigitmoni bem belsirat mitimira eniekite. Tigite e diniquete. Dimiquete, aiularguá, duque lene olivem vetem mindibuzequeje enief tiri dingingengite redite sudit micheprese que polulizonte eniegjox. Per hirte pari eniepes embediget vet, ajo pristimi padurin ardengen e sistunes. Per hirte pari pachumicois, gente sicur nosta, vetem nosta, gerat munt ishin rishin asarikishin keni gigitmoni. De per hirte pari que quiste marria teftese, ajo nukin gente frikin gai caluara, por curete per até que multi reservonte e ardeja. Mãe gesienie furri caloi mindirritem tieter pasqueza. Clientes aconchen vuni reciajo istimi buzequechur, milete, megitese ageri preitiri nuki dintipsi. Oliva punoi mingenergite re, dingenge kelimi que quiste keni e fchetur precois. Curer di corra pertimilur furren, ajo cuptoi se quiste caluar tigite ditem para angere até peche tijuuren egjox. Per hirte paripaz vites, ajo pogetonte eniet tamen enie vendem que tictingai caluara, denrishimi isti jazizacochen. Nersa ecti drest etepisi nem kielin e lesuar, oliva e lejoi vetiste magnoti sidutisti stuna. Sidutisti tintenie até salioteli josivaja e perumburque de curquiste keni, por sigruaja que istiberi, e choqueruar nganjiburri que quistes gedur tiste pranissa. Mendimi e bente tinidis njecoexiste gushintari de itmeruar, por perhirte pari, gussimi pofitote. Pese de tet que pazuan caluan sindi caruzel emociones per oliven. Enie menges, ajus gjoe explote vendosmeri de bezin, por nersa dita per paronte, antifilonte tirritei derisa, enie coin gjumit, aju piestivetem nesi nuque quiste beri gabimi mitimat tigete sissa. Marco uchaca enie furri tinesermen, se existe rené da cord, diata biseduam perpotuagem giori pasi aju largoi punongesit. Oliva tregoi per chiarem de grupin issa, per poserimeme que quiste pesuar, per menirem se quiste nertuar ngigete que limiste tivogel de tisigurt per teum rostur. Marco degjoi paragjiquim, duque beri piete terepacherche que tregonin se poicuchonte vertevemende. Ditanite do teu provos disca atire, pietia e curajo maroi se foluri.
Oliva mendoi per de moment. Nuki dinesi este pertoapo per mua. Nosta ti dija. Marco tum di koken gadali. Cupton. Kisti diz que nie menir em si ita que beri olivente cuptonte se aiverte cuptonte, nien de nível mititelling essa kiste pritur. Edit que fantasma perteu per balur ta ajo. Nuki istin de piete. Tigite cani o pergig Marco, por nuki elaboroi, de oliva nuki quembenguli. Ajo isti te per mirenjoese que aikiste pra noar tanimonte per tistiri per confidenca que ainuki istigati te inante. Ata rani da cort que Marco do ticalonte per tamarri nie orenstate gismite sistunes. Oliva tacidutiviste de fustam blut erret que quiste bleri vitimi pari perndidasme, por nuki quiste vechur currimi pari. Marco taciquiste de costumte erret que do ticherbente nie meniri perfente. Acá nonge história que duet te combinosme, pieti oliva, do que gerin je coexiste e ritur de adolescente que planificonte até farse. Do tamas me te jet subgeroi Marco. Que me diz amuas que dalim, gemi jure nie furri, tinejevagem time. Gigica e vertete, tecniquiste folur. Oliva tum de coquem, duque vlerezoar tegetesine e cages. Samipac gengetra ti duas ti tregonim, ac mimiri. Ti prentem, oliva mili furrem miere de choenie salone e bucurize local. Isti disca que rali e bente, duque preferuar tei cujeses vete floquevi nie chetepi, por donte tinidis e vessante pernatem cheter. Para o que erja, de grua e suditme quastur rosa, berin de miji piete perngjargem e vessante que oliva permendi nie meniri tipacarte, por ajo arritite e chamange pietevi paras buluar chume. Curdolinga saloni, mi floque hilari, ti. Prere de te regululuar nien de model elegam por jote performal, oliva unod e sin diverja mi miri e vetes. Caloi nie farmaci per ti blerin de grim te sofisticuar se saíste mesuarte perdorte, de cura riti nie chetepi, e lejoi vetes de moment fantasia para pasquires. Gruaja que chiconte pasnu que este adolescente e pasigurte e pesembediget vitevi mi pare. Quiste pecuri niet pare e sa, de que tesi que vintinga pervoja endertimite tindiget te pavarur de te succesme. Si ti saem de martin gimbel sinatirali, por quiste gitachastun de force at que ajo nuki e mante mendita quiste pasur mi pare. Istuna erdime diel de icthele, sicur universipo complotonte que gigica te chonconte mire. Oliva caloi ditem nien de persierge pergatigeche practique de suma espanicute percoche. Ajo provoi fustanin tr rir perteu siguruar que chonconte mire, testoi combinimit in limi grimi, dinrichoi que pulset pactem pesi rir para se te vendoste per palen e zezemi take mesatari que este elegante para kene e exageruar. Nie orem pesi te pasdites, ajo filoi te bega te verte. Banja isti gjate de relaxuese, micriper aromatique quem de cliente e aquiste deni durate de que ajo e ruante per haste te vessanta. Ajo grimos micudes, duque texuar sit mingiton tibute te arte que texonte ingirem e lecuri sissa, de aplicou de buzeco rose que igept ingiri buzevi para kene teperi duction. Fustani blu e erret e binte nie meniri perfente trupiti sa. Kistin de elegância discrete nie prerge que texonte silhuetem e sa para kene tepers buluis. Oliva o chicua nie pasquirem e plotite domisde, per hirte paripas vites, e pel que eu ajo que peanuque isti gruaja mi bucuri nie bote, por istin diverja e bucuri vetes, de cojo isti michume sim jaftueme. Nie orenstat ingeset, ajo degjoin de troquige tibute nie deri. Zemre sarra ru forte, Marco quiste ardur. Ajo mori frimitele, mori santem e vogel que quistes gedur per hastin, de choite apti derem. Panja que priti e berite nadalonte se marri frime per de moment. Marco isti ponjur. Costumi e erret, e preri miri, meggitese cartese estijoi e ri, transformonte plotesiste pangen e tis. Floque ishin creur Michel, mecre e regululuar me precision, de aikistin de cravate blu que perputa e nie meniri perfente me fustanin e sa, se curtei kishin planificuar. Por ajo que impressionou me chumiste chepreja e nie fitirem e tis. Kistin de vulnerabilite at que ajo nuki kiste paricurri me pare, se cura ed ait istijaste zone se tiste confortit. Se curajo netit nem cuptonte disca ed perti. Tige imreculuesme, tamarco, de kistin de sinquerita nie zerin e tisqueberis emren e olivis te hit miché. Ed tige chumi elega ajo pergig, duc ingeri faquetei nechechin. Ata kendrua nie pragum e deres perdis a seconda, duc para ingerit jetrin se curti ishin de y gereis que chieshin per hirti pare. Kiste disca nie ager mes tire, de tension rishinga antipernatem que priste. Gati, pieti Marco nie fande. Oliva tum de coquem, mili derem de si pranitis drecht maquines. Istin de sedan e erret, e veter por imirem bastur, se gigica nie jetem e Marcos.
Aja pi deri një pazakgjerit perçi, një gest kaloreziak ke i beri që një gjizive sënqi di ku zhezur. Gja që hujis për një o teu, ata falin pak. Oliva ishte të per nervozi për që mashtur në gjibizegji që zhedeshi, di Marku duki si kuptoqi, duki respektuar eshtë gjë Hir pas hira i benqin gjikomin për gjiska ke shini një huji, ozi pjes qinezi aju ishqi miri, por kriezis ta i teshte në gjishqi, gjiprëni i keqi di mezatetezi prëni sa. Oliva, ta Marku kur ishin dhe y bloki largo të lit. Që nuk i ke nevojë të u provo shazhi ke qirin gjerezvi. Që i ke provuar veçi si gjemi i forqin nga sa ata i magzhinonin si du që ishi. Falet i qis prekin gjiska që teli një zemre një Olivis. Aju këqi për ta pari, duki pari sinkerite që një si që qis qehet. Faleminderit të aju murmuri qi. Per gji që keqi. Per që keni ketu, per që kuptuar, per. Nuk i ka nevojë që falenderosh Marku i neder preu butezisto. Gjemi i një keqi baski tëni. Hoteli kendrori ishqin gjingan ertezat mi eleganci që kiteqi, mi fazade një qis klaziki di kopte i mirin bashtura. Kis që gjiza makina që parkuare i një e irgji, di Oliva mund që shi që permis dritarevi që nrisuara që salis kriezori si festa ishqi tazmi i një e zhivilin. Marku parkoj makinin di u këqi i dresht sa. Shënsi i fungjit për që kur dori ta i mingjë buzekezhi që vozheu. Oliva shikoj hotelin, në gjerezit ke mund që shi që duki levizur brenda salis, din gjeu stomakun te i tu hez mjenk që zhur. Por pasta shikoj Markon, bezimi një keqe një si që qis, din gjeu gjiska mi që forqi si frika, vendos meri. Zho ta aju, duki befazuar vete mi vendos meri një zeri një sa. Nuk i du që ek dori. Zho keqe hir. Marku të gjikokin di dolin nga makina, duki janë kaluar për te ia pur derin. Kur a i ofroj kraun, Oliva i pranoj, duki në gjeri fortezini ngusheluezi që muskushvi që qiz në impeljuri një kostumi. Ata esin dresht irgji si hotelit si bashu, di për hir që pari një epes mbegjixe që vet, Oliva nuk i një gjisin gjima shutruezi ke përpike ishqi shqirej si për kisqi gjiku. Aju nuk i po shqirej si ishqi gjikus qeter, aju po ishqi pikeris që aju ke ishqi, i shokeruar nga gjikus ke kisqi zhedur që ishqi prëni sa. Ali i hotelit ishqi dekoruar mi luli di drita që buta, duki kryzhuar në gjë atmosferi elegant që për mi kritezi. Kisqin gjë tavolini një e irgji kun gjigrua i buzekeshur kontrolon që emrate një e lisen i qiftuarvi. Kur ergji hade i qiri, Oliva ta emi një samize që karqi di qiforqi, di prezentoj Markon teshte si shokeruezin qi. Oliva, gruaja i një tavolini ti hi, duki parin gjifotu prëni lisqis. O, zhe i panjoshmi. Sa i bukur zhe beri. Isqin gjikomi mi kelimi që mira, por ke mën që implikimi një nën kuptuar si duhet që kishqi dukur mi pari. Oliva në gjeu gogjizhi një zhuur që si kleqit, por para si që mund që hea gonqi, Marku u adhe per para. Aju ka keni zhizhiqmoni bukur ta i ketezit. Vetin si tëni mi shumin gjerejs po i kushosh një vemengji. Gruaja mili siqi, pak i befazuar nga komenqi, por buzekeshi d'ju da karta i identite qit mi emrati qiri. Nersa ek një ndresht salis kriezori, Oliva shikoj Marko mingjë per zjergji mirin zhozhezhi di ajmirimi. Zhe shumi i miri një e ke që aju peshiri qi. E një e sari. E një e ate kemi ben që njëgjin si kën vleri. Marku. Ndaloj se e curi dhe u kthye drejt saj, shpreja e ti papritur serioze. Oliva, ti nuk ke nevoj për mua apo për askën tjetër për të pasur vlerë. Ti tashmë ke. Gjithmon ke pasur. Dhe në atë moment të ndalur në koridorin elegant të hotelit me tingujt e festës që i honin në sfond, Oliva ndjeu diçka të ndryshonte brenda saj. Nuk ishte vetëm përballja me të kaluarën apo provimi i diçkaje ish shokëve të shkollës të egër. Ishte për të parë më në fund vetëm përmes syve të dikujt që shite natyrën e saj të vërtetë. Ata hynë në sallë së bashku, gati për t'u përballur me çdo gjë që mund të sillte nata. Salla ishte transformuar në një version elegant të ëndrave adoleshente të shkëlqimit. Drita të arta krijonin një ambient mikpritës, tavolina të rrumbullakta ishin vendosur strategjikisht në përhapësirë dhe një pistë e vogël vallëzimi zinte qendrën e ambientit. Ishte pikërisht lloji i festës që Oliva kishte imagjinuar 1000 herë kur ishte adoleshente, gjithmonë duke e parë veten nga jashtë, duke vëzhguar përmes një dritareje të padukshme. Por këtë herë ajo ishte brenda dhe ndjesia ishte njëkohësisht surreale dhe çliruese. Në minutat e para, përvoja ishte më e mirë nga sa kishte pritur. Disa njerëz u afruan për ta përshëndetur, ish shok shkolle që ajo mezi i mbante mend, por që dukeshin vërtet të lumtur që e shihnin. Ata bën pyetje të sjellshme për jetën e saj, lavdëruan pamjen e saj dhe kur ajo përmendi se ishte pronare e një fore, u përgjigjen me interes të vërtet dhe madje admirim.
Marko qëndroi pranë saj gjatë të gjitha këtyre bisedave, prania e tij duke qenë një spirancë konstante që e mbante të përqendruar dhe të sigurt. Ai merrte pjesë në biseda kur ishte e përshtatshme, bënte komente inteligjente për punën e saj dhe e trajtonte me një konsideratë respektuese që nuk kaloi pa u vënë re nga të tjerët. Ju bëni një çift të bukur, komentoi një ish kolege e quajtur Anjeza, të cilën Oliva e mbante mend si një nga njerëzit më të sjellshëm të klasës. Sa kohë keni bashkë? Disa muaj, u përgjigj Marko para se Oliva të mund të fliste, zëri i tij natyral dhe i relaksuar. Jemi njohur në furrën e saj. Unë jam klient prej pothuajse 2 vjetësh, por më mori pak kohë të mblidhja guximin për ta ftuar të dilnim. Gënjeshtra ishte aq afër së vërtetës sa tingëllonte plotësisht bindëse, dhe Oliva u befasua nga lehtësia me të cilën Marko e tha. Më shumë se kaq, kishte diçka në mënyrën si e tha që e bëri të pyeste veten nëse nuk kishte një grimc të vërtet të fshehur në fjalët. Ata ishin në një bisedë të animuar me Anjezën dhe burrin e saj kur Oliva e pa. Kiara ishte në anën tjetër të sallës, e rrethuar nga një grup i vogël që Oliva e njohu menjëherë si bërthamën e grupit popullor të shkollës. Ajo ishte pikërisht siç Oliva kishte imagjinuar se do të ishte, ende e bukur, ende e sigurt, ende duke rrezatuar atë energji që i bënte njerëzit të gravitojnë rreth saj. Stomaku i Olivës u tkurr në një nyj të njohur ankthi, por këtë herë ajo nuk largoi shikimin. Vëzhgoi Kiarën për disa sekonda, duke vënë re rrudhat e holla rreth syve të saj, formën pak të sforcuar të qeshurës së saj, mënyrën si kontrollonte vazhdimisht reflektimin e saj në sipërfaqet shkëlqyese rreth e rrotull. Kishte diçka aty që sugjeronte se vitet nuk kishin qenë aq të sjellshme sa sugjeronte pamja fillestare. Je mirë? Pyeti Marko me zë të ulët, duke ndjekur drejtimin e shikimit të saj. Është ajo, murmuriti Oliva. Kiara. Marko studioi gruan në anën tjetër të sallës për një moment, shpreha e tij e menduar. Ajo duket intensive. Kjo është një mënyrë e sjellshme për ta thënë, Oliva u përgjigj, duke nxjerrë një buzëqeshje të vogël. Ata vazhduan të qarkullonin nëpër sallë dhe Oliva gradualisht u relaksua. Bisedat ishin të këndshme, njerëzit ishin vërtet të sjellshëm dhe ajo po fillonte të pyeste veten nëse kishte mbivlerësuar rreziqet e asaj nate. Ndoshta njerëzit vërtet kishin ndryshuar. Ndoshta ajo i kishte dhënë shumë fuqi kujtimeve të vjetra. Ishte kur po merrte një gotë verë të gazuar nga tavolina e pijeve që Kiara më në fund u afrua. Oliva, ajo thiri, zëri i saj mjaft i lartë për të tërhequr vëmendjen e disa njerëzve rreth e rrotull. Oh, çfarë surprize të shoh këtu. Ti nuk vije kurrë në takimet e tjera. Kishte diçka në tonin e zërit të Kiarës që menjëherë e vuri Olivën në alarm. Ishte tepër e ëmbël, tepër e lartë, e ngarkuar me një insinuat që ajo e njihte shumë mirë. Përshëndetje, Kiara, Oliva u përgjigj, duke e mbajtur zërin e saj të qetë. Është mirë të shoh. Ti e ndryshe, Kiara vazhdoi, sytë e saj duke bërë një skanim të dukshëm të trupit të Olivës. Ke rënë nga pesha, apo jo? Mirë për ty. Gjithmonë kam thënë se kishe potencial, thjesht të duhej pak disiplinë. Fjalët ishin si një shuplar. Oliva ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë, të gjitha pasiguritë e vjetra duke u rishfaqur si një val. Për një moment, ajo u ndje përsëri si adoleshentja e ngathët që ishte shënjestër e vazhdueshme e komenteve helmuese të Kiarës. Por pastaj ajo ndjeu një prani të ngrohtë pranë saj. Marko ishte afruar dhe thjesht afërsia e tij ishte si një kujtesë fizike se ajo nuk ishte më vetëm. Kiara, apo jo? Marko tha, duke zgjatur dorën me një buzëqeshje të edukuar por të ftohtë. Marko. I dashuri i Olivës. Kiara pranoi përshëndetjen, sytë e saj duke vlerësuar Markon nga kokat e këmbët me një shprehje që Oliva e njihte mirë. Ishte shikimi që ajo përdorte kur po llogariste vlerën sociale të dikujt, duke vendosur nëse ja vlente të ishte e këndshme apo nëse mund ta skartonte personin. Sa interesante, Kiara tha, zëri i saj i mbushur me simpati të rreme. Dhe ku jeni njohur? Në furrën e saj, Marko u përgjigj thjesht. Ah, sigurisht. Furra e famshme. Kiara qeshi, por kishte një cilësi të ashpër në zë. Gjithmonë e kam imagjinuar që Oliva do të përfundonte duke bërë diçka shtëpiake. I shkon, apo jo? Gjithmonë ka qenë e tipit shtëpiak. Oliva ndjeu poshtërimin e njohur të fillonte të instalohej, por Marko bëri një hap pothuajse të padukshëm më afër saj, shpatulla e tij duke prekur lehtësisht të sajën.
Fura e saj është më e mira në rajon, tha ai, zëri I tij ende I edukuar por me një vendosmëri të re. Ajo ka ndërtuar një biznes të suksesshëm nga zero, punëson disa njerëz të komunitetit dhe është një pjesë e rëndësishme e jetës së qytetit. Është një arritje mbresëlënëse. Kiara mbylli sytë, qartësisht duke mos pritur të kundërshtohej. Sigurisht. Nuk doja. Peshiriqi, kojo este. I pamundur ai përfundoi, por zëri I qiz ishte ploq admirim, jose precisem. Ose este jeja mi bukur que canododur non geeri nie jetem time. Ana shikoi mes de y te riturvi mi curete. Geni miri? Do que ni pacti sudicem. Marco o afro olives de imoridoren. Ana, a ti custo é zonja e furris que gigitmoni ti jepti biscota tive santa? Po. Ajo este chumi selchumi. Njihir-me da nji biscote princessi testa achu. Cojo este oliva Marco tabutesisto. De Unimendon se mamaja jote verte e degjoi kerkez entende. Ana shikoi oliven minji persierge abi de gesimi. Tierdi pershak ti letrissimi? Oliva pocante a purtani, purishin lote emociones que ajo as nuki dinti citei emertonte. Mendon se po, Ana. Mendon se mamaja jote nanimoite gegenin gerit jetrin. Vaja buzekeshi minji resatinti paster de uad enie kraet e olives enien de percafim sontan de tinrote. E dija que ajo podegjonte. E dija. Marco iu baixou a percafimite, duque perfire de y gratimi te rendesiste te jete se tis enie crai. Ati, enie domen e vogel plot mi giletre, te trie cuptuan se diz cachumi mi imade se rastesia quiste punoar per tei baixoar. Sari do titote cojo. Oliva pietimis et ulet, endi duque masturanem. Do titote se nosta gemi piqueris te atico duet te gemi. Do titote se nosta diz a lute verte ploteso. Ana o largua a pac per te pariti de y. Cojo do titote que te do te kendrosh mienie, oliva? Pergitmone? Pietia e pafasmi femigi geoenie domisin de prentin que pristi te be. Oliva chicoi marcon, duque parenie si te tistin gestem chepresi que gente te ritei enie zemren sa. Nesi babi y te deshiron ajo pergig butesisto, do te doja chumite kendroja. Marco buzekeshi, de buzekeji que transformou hipotesiste fitiren e tis, duque iberit duque vitimi irri. Enie duon, oliva. Michume se sudugi. Diate, enie domen indivage que quiste bezoar enie fukini lutive de enie da churine indinene que quiste curpurnuki quiste bractizur, trn gereste vetmoars buluan se non geeri familjet nuki formou em gagaku, por ngamreculite vogla de tissuara que visni piqueriste curquemi michume nevoge perto. Muast pazui solen gilum turi que oliva nuki quiste imaginoar curriti isti mundur. Ajo de Marco filuante chieshin regulichiste, jomi duque sutirurn de marredeni, por duque nertuarn de tivertete bazoar enie lidem e sinkerte que istes iviluar mestire. Ana o ben de prani constante enie jetem e olives. Vaja chafak enie furri paschocles, duque beri de tira e chetepis enien de tavoline tivogel enie sep nersa oliva punote. Atas iviluan de rutine tivessante, Ana nimonte enie decorimin e biscotavit testa, duque mesoarte bente visatime tivogla me glasuri mingira. Dnie Kembin, oliva e nimonte me problemem e matematiques que ajo e gente te vezira. Tije chumi me miri se babi nie sujegimin e logaritigev Ana refeun de pasdite, duque iberi oliven te cast. Mositu atique e tachiquete oliva peixeritime complot, por mendon se aitilete fitos curluani letra. Baixepunimi mestire ritei sududite, de oliva filoite cuptonte login e da churize se pacusesuar kendinenen gen pernifemige. Isti fricme de imreculuesme niet ingestem coi. Tikiste dique que varei preisa per da churi de udesim, dique mirekenia e tisilit bm e rendesiste si sa. Marco gitachas tu polulisonte. Burri isinte de ir reservoar que ajo quiste juur poilinte gradualiste vendem de cuj mitilete, mitigate ente buzequete de tibente chaca. Ai filoite chafak enie furri jovetem pertibleri buque, por pertibizeduar, pertivedur putit chesta curnuque quiste cliente prani, pertiquene testa prani sa. Tinrichove jetem time ta engineite, nersa eknindori perdori paz ngidark te jet enie shepini tis. Ana poflinte, diata kishindali pertiberin de chetite ne perlaggen e ket. Edit nrichove timen oliva ou pergig, duque estrenguardoren. Nuki dija simun tisha kakiluntur. Por jojijica iste perfente. Kiste momente cur oliva nidisi pazigurt pervendem e sa enie jetem e tire. Duque veni enie piquepiege nesi verte e perquiste as familgege te improvisoar. Di Marco, pavaresiste gite da churize que tregonte,
Më qengjin gjë tristin që teli ke non gjeri gjiu që një e pa kura i mendon që si askus nuk i po i shikonqi. Tes që i pari verte që i mahedeni si qiri ergjite e hje muash pas azaj neqis buluezi. Shokla i ënis organizojnë gjidarki për prinderi, di Marku ftoj Olivin të isho keron që si familji. Zhe i sigurt? Oliva pjeqi, nervozi. Në gjerezit du që mi shonjë si që dashurin një babaj që sa, zho si. Si sari. Marku i neder preu butezistu. Si gjikus ke verte ka hendezien një zhete një sa. Si një figura me zori. Marku në daloj si e kuridi u këqi dresht sa potezishqi, duki i mahi që gjisha duart. Oliva, që gjenjë figura me zori për ënin. Aju që du sikur që ishi, sikur që kishi keni gjishqmoni pëzhezi i zheqi si sa. Emocioni e një e zeri një qis potuajji i beri që kënqi. Dici? Si mi sheqi mua? Uni që shosi gruan ke se petoj vazhin qimi nga hiqa para nene, di kemi se petoj mua nga zheteza i pëzhezis qeter që zheqis vetin. Darka i një shokoli filoj miri. Oliva ishi nervozi, por ëna ishi hezatuezi ke kisti që de ypsilon prinderi i prenishin një ngë zharji. Ata u ulen një ngë tavolini mi familji që të gjera, di bizeda ishin që kemi di që helaksuara. Ishtë që gjaqin beusiris ke situata u bej nërlikuar. Njinga në naj një tavolini, njigrua i kuashtur voka që silin Oliva i zhuusive sa nëris që akqivi një organizimi një eventevi shokolari, berin gjikome një dukshi që hastezishin. Eshtë interesant që shoeshi si gjiza femizhi për shtaten miri mi në rishimin që familjari voka ta, duki shikuar mi kupqi njënin, i sila po bizedon që mi entuziazim mi Olivin për një proje shenkor. Marku hudi balin. Si kestu? O, azhi magji voka vazemi një buzekezhi ke nuk ja hinqi qisiqi. Eshtë teste si gjiza femizhi ke kënjë umbur neni no zheeri lidin shumishemi sudu figur femerori ke shaket. Eshtë naturali, siguristu, por si prinder, duhet që kemi kugjis ke që mozin nga te hojmi femizhe për mahedeni, që për koshi. Komenqimi ishtë si një bombi i eshtur ke sheperteu e një tavolini. Oliva në gjeu gajun të ingë gjite i një fiqiri, por ishtë që e në aju ke heagoj i para. Oliva nuk jesqi. Të thosha se nuk ishte e rëndësishme. Është thjesht se gjithmonë kam menduar se ajo kishte ambicie më të mëdha kur ishim të rinj. Ambiciet e saj u realizuan pikërisht siç duhet, u përgjigj Marko. Ajo zgjodhi të ndërtoj diçka domethënëse dhe të qëndrueshme. Jo të gjithë mund ta thonë të njëjtën gjë. Kishte një implikim subtil në fjalët e Markos që nuk kaloi pa u vënë re nga Kiara. Buzëqeshja e saj u bë më e sforcuar dhe Oliva mund të shihte irritimin që rritej në sytë e saj. Dhe ti, Marko, Kiara pyeti, duke ndryshuar taktikën, çfarë bën ti? Hekur punues, Marko u përgjigj pa hezitim apo siklet. Kiara mezi arriti të fshehë shprehjen e përbuzjes që kaloi në fytyrën e saj. Sa praktike, tha ajo, sikur fjala të ishte diçka e pakëndshme në gojë. Ishte atëherë që Oliva pa Kiarën e vërtet të dilte në pa. Maska e sjelljes së mirë ra për disa sekonda, duke zbuluar të njëjtën mizori të kalkuluar që e kishte kthyer adoleshencën e Olivës në ferë. Është qesharake si njerëzit përfundojnë duke gjetur nivelin e tyre, apo jo? Kiara vazhdoi duke shikuar qëllimisht mes Olivës dhe Markos. Pastiqierja e shëndosh dhe punëtori. Vërtet u përshtateni. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Disa njerëz rreth e rrotull kishin ndaluar së biseduari duke kuptuar qartë se diçka po ndodhte. Oliva ndjeu sikur toka ishte zhdukur nën këmbët e saj, të gjitha pasiguritë dhe turpërimet e vjetra duke u kthyer me forcë të plotë. Por para se ajo të mund të reagonte, Marko bëri një hap përpara. Më falni, tha ai, zëri i tij i ulët por që mbante një autoritet që i bëri të gjithë njerëzit rreth e rrotull të dëgjonin. Kiara hapi gojen për t'u përgjigjur, por Marko vazhdoi para se ajo të mund të fliste. Së pari, Oliva nuk është e shëndosh. Ajo është një grua e bukur, me forma natyrale dhe femërore që çdo burr me shije të mirë do t'i admironte. Së dyti, ajo nuk është thjesht një pastiqiere, ajo është një sipërmarrëse e suksesshme që ka transformuar pasionin e saj në një biznes të begat që i shërben komunitetit të saj me dashuri dhe përkushtim. Zëri i Markos u ngrit pak, jo aq sa për të qenë i vrazhd, por mjaftueshëm i fortë që të gjithë rreth e rrotull ta dëgjonin qartë. Dhe së treti, nëse mendon se një burr që punon me duart e tij, që ndërton dhe krijon gjëra të dobishme dhe të bukura, është më pak i vlefshëm se dikush që di vetëm të bëjë komente të liga për të tjerët. Atëherë ti ke një kuptim shumë të kufizuar të asaj që ka vërtet rëndësi në jetë. Salla ishte bërë praktikisht e heshtur rreth tyre.
Kiara ishte qartësisht e zbeth, sytë e saj duke kërcyer mes Markos dhe njerëzve që po dëgjonin çdo fjalë. Por më e rëndësishme se gjithë kjo, Marko vazhdoi, zëri i tij duke u bërë më i butë, por jo më pak i fuqishëm, Oliva është e sjellshme. Ajo është bujare me kohën dhe dashurinë e saj me njerëz që mezi i njeh. Ajo bën biskota të veçanta për fëmijët e turpshëm, mban mend emrat e të gjithë klientëve të saj dhe trajton çdo person që hyn në furrën e saj sikur të ishte i rëndësishëm. Ai u kthye pak për të parë Olivën dhe ajo pa një intensitet në sytë e tij që e bëri të ndiej sikur po shite përmes një dritareje në shpirtin e tij. Këto janë cilësi që kanë vërtet rëndësi. Cilësi që e bëjnë atë jo vetëm një grua të bukur, por një person të jashtëzakonshëm. Dhe kushdo që nuk mund ta shohë këtë. Ai u kthye përsëri nga Kiara, është qartësisht shumë i zënë duke shikuar poshtë për të parë atë që vërtet ka vlerë. Heshtja që pasoi ishte pothuajse e prekshme. Kiara ishte qartësisht pa fjalë, fytyra e saj alternonte mes të kuqes së zemërimit dhe të bardhës së sikletit. Njerëzit rreth e rrotull filluan të largoheshin diskretisht, qartësisht të pakëndshëm me tensionin në ajër. Oliva ndjente sikur zemra do t'i shpërthente. Kur në jetën e saj askush nuk e kishte mbrojtur në atë mënyrë, me aq pasion dhe elokuencë. Fjalët e Markos nuk ishin vetëm një mbrojtje, ishin një deklaratë e vlerës së saj si person, një pohim i gjithçkaje që ajo kishte luftuar të ishte. Unë nuk doja. Kiara filloi, por zëri i saj ishte i dobët dhe pak bindës. Jam e sigurt që jo, Marko u përgjigj, zëri i tij duke u kthyer në tonin e edukuar, por ende i fortë. Ndonjëherë flasim pa menduar. Ndodh me të gjithë ne. Dhe me këtë, ai ofroi krahun Olivës. Të kërcejmë, pyeti ai, sikur asgjë e jashtëzakonshme nuk kishte ndodhur. Oliva tundi kokën, ende gjysmë e shtangur nga ajo që kishte parë. Ata ecën së bashku drejt pistës së vallëzimit, duke e lënë Kiarën të qëndronte vetëm pranë tavolinës së pijeve, qartësisht e tronditur nga konfrontimi. Kur Marko e mori në krah për të vallëzuar, Oliva ndjeu sikur po fluturonte. Muzika ishte e butë dhe romantike, dhe ata lëviznin së bashku në një harmoni natyrale që i befasoi të dy. Faleminderit, ajo përshpëriti, duke e parë në sy. Për çfarë? Për mua mbrojtur. Për të më parë në mënyrën si ti më sheh. Marko buzëqeshi dhe kishte një butësi në shprehjen e tij që bëri zemrën e saj të rrite më shpejt. Unë thjesht thash të vërtetën, Oliva. Për atë që je, për atë që vlen. Ata vazhduan të vallëzonin dhe Oliva kuptoi se diçka kishte ndryshuar thelbësisht mes tyre atë natë. Ajo që kishte filluar si një inscenim po bëhej diçka shumë më reale dhe më e thellë. Dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo nuk kishte frikë nga mundësia për t'u parë dhe vlerësuar për atë që ishte vërtet. Java pasuese pas takimit kaloi si një mjegull e ëmbël për Olivën. Ajo e gjente veten duke buzëqeshur pa arsye gjatë punës në furrë, duke ripërpunuar çdo moment të asaj nate të veçantë. Mënyra si Marko e kishte mbrojtur, natyrshmëria me të cilën kishin vallëzuar së bashku, biseda e butë gjatë kthimit në shtëpi. Kishte qenë shumë më tepër se një inscenim i thjeshtë, dhe të dy e dinin këtë. Marko u shfaq në furrë të nesërmen, si gjithmonë, por këtë herë kishte një ndryshim subtil në mënyrën e tij të përshëndetjes. Sytë e tij ndaleshin pak më gjatë në fytyrën e saj, buzëqeshja e tij ishte pak më e ngrohtë, dhe kur duart e tyre u prekën gjatë shkëmbimit të parave, asnjëri prej tyre nuk u largua menjëherë. Si po ndihesh pas djeshmes? Pyeti ai, zëri i tij i ngarkuar me një shqetësim të sinqertë. Ndryshe, Oliva u përgjigj me sinqeritet. Sikur diçka të kishte ndryshuar. Për mirë. Marko tundi kokën, dukej se kuptonte saktësisht se çfarë donte të thoshte. Edhe për mua. Ata qëndruan duke parë njëri tjetrin për disa sekonda, një komunikim i heshtur duke kaluar mes tyre. Kishte shumë për të thënë, por asnjëri prej tyre nuk dukej i sigurt si të fillonte. Oliva, Marko tha më në fund, a do të doje të darkoje në shtëpinë time nesër? Asgjë formale, thjesht për të biseduar më mirë. Ana do të ishte e lumtur të njihte zyrtarisht gjithashtu. Ftesa bëri zemrën e Olivës të rrite më shpejt. Të njihte Anën zyrtarisht nënkuptonte të prezantohej si dikush i rëndësishëm në jetën e Markos, jo thjesht një e njohur e rastësishme. Do të doja shumë, ajo u përgjigj, e befasuar nga lehtësia me të cilën i dolën fjalët. Në mbrëmjen pasuese, Oliva arriti në shtëpinë e Markos me një kuti biskotash speciale që kishte përgatitur gjatë pasdites.
Ishte një shtëpi e thjesht por e mirë mbajtur, me një kopsht të vogël përpara dhe perde të verdha në dritare që i jepnin një ajër mikpritës ambientit. Marko hapi derën i veshur me xhinse dhe një këmishë të rastësishme, shumë ndryshe nga burri elegant me kostum që e kishte shoqëruar në takim, por po aq tërheqës. Kishte diçka në të parin atë në ambientin e tij natyror që e bënte më të aksesueshëm, më real. Ana, ai thiri, e ftuara jon ka ardhur. Vajza u shfaq në dhomë, qartësisht nervoze, por duke u përpjekur të ishte e sjellshme. Ajo kishte veshur një fustan blu të thjeshtë dhe i kishte krejur flokët me kujdes, padyshim duke dashur të bënte një përshtypje të mirë. Përshëndetje, Ana, Oliva tha me një buzëqeshje të sinqertë, duke u ulur për t'u bërë në lartësinë e fëmijës. Të kam sjell diçka të veçantë. Ajo hapi kutin duke zbuluar një përzgjedhje biskotash të dekoruara në forma kafshësh, secila e pikturuar me dorë me detaje shumë ngjyrëshe dhe të çuditshme. Sytë e Anës u zgjeruan nga magjepsia. Ti i bëre të gjitha këto? Për mua? Veçanërisht për ty, Oliva konfirmoi. Cila është kafsha jote e preferuar? Fluturat. Ana u përgjigj pa hezitim. Babi thot se ato janë si njerëzit, ndonjëherë qëndrojnë të fshehura për pak kohë, por pastaj fluturojnë dhe tregojnë sa të bukura janë. Oliva shikoi Markon, e prekur nga thellësia e metaforës. Ai ngriti supet me një buzëqeshje të turpshme, sikur të ishte kapur duke thënë diçka shumë zbuluese. Darka ishte e thjeshtë por e shijshme. Marko kishte përgatitur makarona me salcë domate shtëpie dhe një sallatë të freskët. Ana, fillimisht e turpshme, gradualisht u hap ndërsa mbrëmja përparonte. Ajo tregoi për shkollën, vizatimet e saj të preferuara dhe librat që babai i lexonte para gjumit. Babi është shumë i mirë në bërjen e zërave të ndryshëm, Ana tha me krenari. Ai e bën ujkun e keq shumë të frikshëm, por jo aq sa të më jap makthe. Babi yt është vërtet i veçantë, Oliva ra dakord, duke vënë re si Marko u skuq pak nga lavdërimi. Pas darkës, Ana kërkoi t'i tregonte dhomën e saj Olivës. Ishte një hapësirë e vogël por plot personalitet, me vizatime të ngjitura në mure, një raft plot me libra fëmijësh dhe një krevat me jorgan me yje blu. Ky është vendi im i preferuar, Ana tha, duke treguar një cep pranë dritares ku kishte jastëk në 2 sheme dhe disa libra të shpërndar. Është aty ku flas me mamin. Komentimi i rastësishëm bëri që Oliva të ndalonte së marrë frym për një moment. Ajo shikoi Markon, i cili ishte bërë dukshëm i tensionuar. Flet me mamin? Oliva pyeti butësisht. Babi thot se ajo shkoi në qiell, por që ende mund të më dëgjoj, Ana shpjegoi me natyrshmërinë e fëmijëve për të pranuar misteret. Kështu që ndonjëherë i tregoj asaj për ditën time, ose i kërkoj gjëra të rëndësishme. Ana u drejtua drejt krevatit dhe, me një impuls fëmijëror, ngriti jastëkun për t'i treguar diçka Olivës. Shiko, i shkrova një letër asaj. Marko bëri një hap përpara, qartësisht i befasuar. Ana, nuk e dija që ti. Por Ana tashmë kishte tërhequr një copë letër të palosur nga poshtë jastëkut. Letra ishte shkruar me shkrimin e rregullt të një fëmije, me disa fjalë të gabuara dhe zemra të vizatuara në margjina. A mund ta lexoj? Ana pyeti, padyshim krenare për punën e saj. Marko tundi kokën, megjithse duke i tepër i emocionuar për të folur. Ana hapi letrën dhe filloi të lexonte me zë të qartë, mami e dashur që je në qiell. Më mungon shumë, por babi po kujdeset mirë për mua. Vetëm se ai trishtohet ndonjëherë dhe unë doja që ti të dërgoje dik për ta bërë të buzëqesh përsëri. Dik që bën biskota të shijshme siç bëje ti dhe që i dëgjon njerëzit kur janë të trishtuar dhe që nuk do të largohet siç u desh të largohesh e ti. Oliva ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Fjalët e thjeshta të fëmijës mbanin një peshë emocionale që ishte pothuajse e pamundur për t'u duruar. Ana vazhdoi, unë u përpoqja ta bëja babin të lumtur vetë, por mendoj se kam nevojë për ndihmë. Nëse mundesh, dërgo na dik të veçantë, të lutem. Me dashuri, Ana. Kur Ana mbaroi së lexuari, një heshtje e thellë pushtoi dhomën. Marko ishte dukshëm i emocionuar, një lot i rëshiste në heshtje në fytyrën e tij. Kur e shkrove këtë, Ana? Oliva pyeti, zëri i saj pothuajse duke u thyer. Ka kohë, Ana u përgjigj, e menduar. Ishte atë ditë që babi qëndroi gjatë duke parë nga dritarja e kuzhinës, e di? Ai e bën këtë kur i mungon mami. Marko u ul pranë vajzës, zëri i tij i ngjirur nga emocioni.
dhe kur ishte ajo ditë e vogël? Ana mendoi për një moment duke rrudhur ballin në përqendrim. Ishte kur pash atë zonjën e furrës duke vrapuar pas babit në rrugë. Të kujtohet? Ti the se ajo donte të fliste për diçka të rëndësishme. Bota dukej se ndaloi. Oliva ndjeu sikur toka ishte zhdukur nën këmbët e saj. Data. Ishte pikërisht dita kur ajo kishte vrapuar pas Markos për të bërë atë kërkesë të dëshpëruar për të ushtirur si i dashuri i saj. Marko shikoi Olivën, sytë e tij të zgjeruar nga shoku dhe diçka që dukej si nderim. Ti e shkrove këtë në mëngjesin e ditës kur Oliva erdhi të fliste me mua, tha ai me zë të ulët Anës, sikur po konfirmonte një fakt të pamundur. Ana tundi kokën me pafajësi. Po. E shkrova në mëngjes dhe e futa nën jastëk para se të shkoja në shkollë. Dhe pastaj kur u ktheva, ti më the se zonja e furrës donte që ti të shkoje në një festë me të. Oliva u ul në buzë të krevatit, këmbët e saj papritur të dobëta. Sinkronizimi ishte i pamundur për t'u injoruar, i pamundur për t'u shpjeguar si rastësi. Një fëmijë 7 vjeçar i kishte kërkuar nënës së saj në qiell të dërgonte dik për ta bërë babin të buzëqesh përsëri. Pikërisht në ditën kur një grua e dëshpëruar kishte vrapuar pas tij duke i kërkuar një favor që do të ndryshonte të gjitha jetët e tyre. Marko, Oliva. Marko, Oliva u përgjigj, zëri i saj i mbushur me emocion, ti dhe Ana më treguat se unë jam më e fortë dhe më e aftë të dashuroj nga sa kisha imagjinuar ndonjëherë. Premtoj të jem gruaja dhe nëna që ju meritoni. Ana, e cila kishte këmbëngulur të kishte një fjalë në ceremoni, u hodh përpara me një letër në dorë. Edhe unë dua të bëj një premtim, tha ajo me seriozitetin e një fëmije që kupton rëndësinë e momentit. Premtoj të jem vajza më e mirë për të dy dhe gjithmonë të mbaj mend se mamaja e qiellit na ndihmoi të qëndronim bashkë. Nuk kishte sy të thatë në audiencë. Jeta që ndërtuan së bashku ishte gjithçka që kishin ndëruar dhe më shumë. Të dielave të përgjumura duke bërë petulla, net lojrash në tavolinën e kuzhinës, Ana duke lulëzuar në dashurinë e dy personave që e donin pa kushte. Fura lulëzoi edhe më shumë me Markon që ndihmonte her pas here në fundjavë, dhe Ana duke u bërë një pastiqiere e vogël e talentuar. Një vit pas martesës, Oliva zbuloi se ishte shtatzën. Lajmi u prit me lot gëzimi dhe përqafime që zgjatën me orë. Ana ishte ekstazuar me perspektivën e të qenit motër e madhe. A e dinte edhe mamaja e qiellit këtë? Pyeti ajo, duke vendosur dorën në barkun ende të vogël të Olivës. Jam e sigurt që po, Oliva u përgjigj. Mendoj se ajo i planifikoi të gjitha që në fillim. Fëmia lindi në një mëngjes me diell të pranverës, një djalë i shëndetshëm dhe i fortë që e quajtën Pietro, në nder të emrit të preferuar të Anës dhe si një mënyrë për të nderuar gruan që kishte ikur por nuk u harrua kurrë. Ana u dashurua menjëherë me vëllain e vogël, duke këmbëngulur të ndihmonte me gjithçka, nga shishet deri te ndërrimi i pelenave. Ishte e pamundur ta shikoja atë duke mbajtur Pietron dhe të mos shihej dashurinë e pakushtëzuar që shkëlqente në sytë e saj. Tani familja jon është e plot, Marko tha një natë, duke vëzhguar Olivën duke ushqyer Pietron ndërsa Ana u lexonte atyre një histori. Ishte e plot që nga dita kur vendosëm të qëndronim bashk, Oliva korrigjoi butësisht. Thjesht u bë më e madhe. Ishte 2 vjet pas lindjes së Pietros që Oliva mori një mesazh të papritur. Ishte nga Kiara, gruaja që i kishte kthyer vitet e shkollës në Fer. Oliva, e di që nuk kam të drejtë të kontaktoj pas kaq shumë vitesh dhe veçanërisht pas mënyrës si të trajtova në takim. Jam në terapi prej disa muajsh dhe një pjesë e procesit tim është të marr përgjegjësinë për dëmin që kam shkaktuar. Isha mizore me ty në shkollë dhe vazhdova të isha mizore atë natë. Nuk pres falje, por doja që të dije se jam vërtet e penduar. Oliva lexoi mesazhin disa herë duke ndjerë një përzierje kënaqësie dhe dëmshurie. Për disa minuta, ajo mendoi të mos përgjigjej. Por pastaj mendoi për gruan që ishte bërë, për familjen që kishte ndërtuar, për lumturinë që kishte gjetur. Përgjigja e saj ishte e shkurtër, Kiara, faleminderit që më kontaktua. Unë të fal, jo sepse ti meriton, por sepse unë meritoj të vazhdoj e lehtë. Të uroj të gjesh paqen që po kërkon. Marko e gjeti në kuzhinë disa minuta më vonë, duke parë nga dritarja me një shprehje të qetë. Është gjithçka në rregull? Pyeti ai, duke e përqafuar nga pas. Është perfekte, Oliva u përgjigj, duke u mbështetur pas tij. Absolutisht perfekte.
Në dhomë, letra e anës ishte e inkuadruar në mur, një kujtesë e përditshme se ndonjëherë kërkesat më të pastra dhe të pafajshme janë pikërisht ato që universi dëgjon më shumë. Ishte një provë e prekshme se dashuria mund të kapërcejë çdo pengesë dhe se familjet më të bukura janë ato të formuara nga zgjedhja, jo nga detyrimi. Ana, tani 11 vjeçe, ende i pëlqente të fliste me nënën e qiellit, por tani bisedat e saj ishin të mirënjohjes, jo të kërkesave. Ajo kishte gjithçka që një vajzë mund të dëshironte, prindër që e donin, një vëlla të vogël që e adhuronte dhe sigurinë se i përkiste diku. Pietro rritej i rrethuar nga dashuria dhe të qeshurat, një fëmijë i lumtur që nuk do ta njihte kurrë vetmin që kishte shënuar fëmijërinë e prindërve të tij. Ai kishte sytë e errët të babait dhe buzëqeshjen e ëmbël të nënës, por më e rëndësishme se kjo, kishte sigurinë e të qenit i dashur pa kushte. Dhe Oliva, pastiqirja e vetmuar që dikur ishte fshehur pas pasigurive të saj, ishte bërë matriarkja e një familjeje të dashur dhe të begatë. Ajo ende bënte bukët më të mira në qytet, por tani mëngjeset e saj fillonin me përqafime dhe puthje, pasditet e saj ndërpriteshin nga të qeshurat fëmijërore. Dhe netët e saj mbaronin në krahët e burrit që kishte parë bukurinë e saj të vërtetë që nga momenti i parë. Në mbrëmjen e 5 vjetorit të martesës së tyre, ndërsa vëzhgonin anën duke i mësuar Pietros të dekoronte biskota dhe Marko përgatiste darkën në kuzhinë, Oliva i lejoi vetes një moment reflektimi për udhëtimin që i kishte sjellë deri aty. Gjithçka kishte filluar me një ftesë të shtypur dhe një moment guximi të dëshpëruar. Një letër e pafajshme e shkruar nga një fëmijë i vetmuar. Një lutje që u plotësua në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte imagjinuar. Për çfarë po mendon? Marko pyeti, duke u afruar dhe duke i kaluar krahun rreth belit. Se sa me fat jemi, Oliva u përgjigj, duke vëzhguar fëmijët e saj duke qeshur së bashku. Se si ndonjëherë gjërat më të bukura në jetë vijnë nga momentet më të frikshme. Marko e puthi në tëmbë butësisht. Dhe se si ja vlen të jesh guximtar, edhe kur po vdesim nga frika. Veçanërisht kur po vdesim nga frika, Oliva ra dakord. Ata qëndruan aty të përqafuar duke vëzhguar jetën që kishin ndërtuar së bashku, një jetë që kishte filluar me frikë dhe vetmi, por që ishte transformuar në diçka më të bukur se çdo gjë që ndonjëri prej tyre kishte guxuar të ëndërronte. Një jetë që provonte se dashuria e vërtet mund të mposhtë çdo pengesë dhe se ndonjëherë mrekullit vijnë të maskuara si kërkesa të thjeshta të bëra nga zemra të pastra. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Olivës, Markos dhe Anës t'ju ketë prekur zemrat po aq sa preku tona. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional, kemi përgatitur një listë dëgjimi të veçantë me histori po aq magjepsëse që eksplorojnë fuqinë e dashurisë, familjes dhe shanseve të dyta. Gjeni atë këtu duke klikuar majtas. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini një pëlqim në video. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që festojnë kompleksitetin dhe bukurinë e jetës. Mos i humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe na tregoni në komente cila pjesë e percorsi vaja taminer dermerini brutali që femigevi. Ajudu që kendroji mjeni e për gjithmoni. Voka keshi, ngjichingu për buzis ke beri olivin që tuhe nga brenda. Siguristu, i dashur. Por non gjeri që hiturit në rishosh një mengji, apu zho? Veseneris që kur kuptosh një si kujezi për një femizhi ke nuk jes që i që mu që gjeqi, mi i veziri nga sa i magzhinonin. Istja të eri ke oliva para që kuki. Zho për mizorini i dreshtuar në sa, por për menirin si komen që po njikon që enin, i sila ishtë që beri dukshe një shetezuar. Mi fauni oliva ta, zeri i sa i keqe por i forqe. Por mendojnë si po beni gjiza supozimi që gabuara. Voka ngricin gjivetu. Verte? Si pari, uni nuk i po kojezin për enin sepi si eshqi leqe apu i për shtaci. Uni kojezin për që sepi si i dua. Si gjici, ma hedenie që i përkosh i zhënja atu që bazuara i njele të zi ozin teris personal. Aju ke ka uni mi markë undjene nuk i bazoj një ajin nga keto. Oliva u këqi nga ëna, i sila po i shikon që mjesi y që zgjeruar. Disi treqi, ëna nuk jeshin gjifemizhi nga të huar ke lidet misilindu. Aju eshtë inteligjenci, i dashur di kanë gjinshqik që shëukjer për nxerezit. Nezi aju mi bezo, eshtë sepi si uni i meritoja të bezin. E shezha i njeta volini ishtë shurduezi. Voka ishtë kartezi që parafgjali, din gjeresh që të gjeri hete i hotu kishin adaluar bizeda i qiri për që degjuar. Marku vendazi dori mia te që olivis, në gjigest me zëte zhezhi ke nuk i kaloj para u veni hengaskus. Oliva ishtë pjezi i famiu gjisoni ta i teshte.
De cudo que ca problemi mi ket multi flase mi mua. Ana grit nga carrigia de vrapoi per te percafuar oliven. Ti dua, oliva ta ajo misetilar-te que tigite ta degjone. Tige mamaja mi miri que multi quisha. Comentimi e pafachem e femiges beri que siti e olives te muchechem milote. Volca murmuriti disca per te chuquare nie toalha de ulargua angatavolina, carteses te cicletme. Por demi istiberi. Gjatic timi nie chetepi, oliva nuque mundi te nadalonte se menduari per fale teu muesi tivjousis. Dimikek, nuque mundi te nadalonte se pietur vetem nesi quiste noji te vertete enieto. Gemiri. Marco pieti cur parcoi per para chetepis e sissa. Pomendom per até que tá oliva pra noi. Per marredeniete e percoche? Oliva, ti di que. Possicur ajo tiquete te dreste. Oliva e nederpreu. Possicur te cuptos se este teper e veziri te queis di que te reinie jetem tuas? Possicur ana te vendose se dechiram vetem juti de y? Possicur uniti mos disse te gem mamaja que ajo meriton. Marco ficou motorem de ucti drest sapotesiste. Oliva, michico. Ajo griti sit mingurrim. Tiver temendam se paz gigicage que quemica luar, paz letricianes, paz gite que tire muave, uniteste do tinrichoi mendi per ty. Ngeresit nrichosni mendigjate giticois oliva pechiriti. Vessaneriste per mua. Dibja nie até refin teus emren e marcos. Ai cuptois plaget e vetra te olives ishin mititela angasaquiste magginuar, de sindigrua e kek nien de feste chocolore quiste arritur tei rapti tigita. Nie javet pazuese, marco per pocta que tesonte oliven, por aivete filoite quiste de chime. Jo per ndgenja titis nassa, por peraftesine e tis per timrostur se oliven a chuedianen nesigera do tisconin kek. Possicur oliva verte te vendoste se iste teperi veziri? Possicur ana te lendois nesi ajo do te largois? Paziguria e marcos filoite chafaque sin de distância subtile. Aiendi isti dashur, endi calonte coimiti, por quistin de reserve te reque oliva e ingente por nuque mundi ta identificonte plotesiste. Gigica riti culmin nien gimrege te prenteje. Oliva quiste per gatiturn de dark sepeciali per te tre, por cur marco erdi per tamarri, aiduque larget diche tesuar. Canododur disca, ajo pietin ersa ecnin drest chetepisi sitis. Camenduar marco ta, duque chamangur si kimin nie sitissa. Nosta duet ti chosme mingadali. Mijite ket. Mianen que lhe dê taxumi mity. Oliva nadaloi se curi. Sari potua? Podense nosta volca catidreste. Nosta unipojan egois, duque venianen nien de situate quajo multi lendorretnese, nesi gerat nuque chosni miri mesnes. Tradia que oliva angeu isti singe gruste nie stomac. Pra, tidutinadas. Uni dua timroj vagen time marco pergig, duque e parimini fande. De nosta timroj é de ty. Nosta timeriton dique para agite ket bagaz, parande femige que nuque este iti. Jo oliva e nederpreu, zeri e saidridur ngazemerimide dibja. Mosi beg ket. Mos mervendime per mua per até que meritoja apudua. Oliva. Ana nuque este bagaz, marco. Ajo este ingidurate. Dinesi tinuque multa achou este ket, nesi tinuque multi mi bezos axati bezos se uni nuque do tejo bractis, até eri nosta tiquetidreste. Nosta verte duet ti bejmin de puxim. Ajo cti de filoite ecti drest etepisi sissa, lotet hidin lirchen fitiri. Marco kendroi trotuar, duque parigruan que donte te largois, duque o pietur nesi sapo quiste berigabimi mitimat tigete sitis. Brenda chetepisi, ana popriste dritaren e salonit, cisbente gigitmone curdinte se oliva do te dar conte mitá. Cur para vetem babin que povinte vetem, ajo vrapoi drest deris. Cu este oliva, babi. Marco u pranivages, zeri e tisi rending apendimi. Ajo nuque do tivigi sot, e vogel. Psi? A este semuri? Jo, Ana. Nie o grinden. Siti anis o muchen milote. Perchacá contim? Sepse unitache se ajo este mamaja iminie chocole. Jo, da churia ime. Curri perchacá contend. Marco percafoi vagem, duque ingere peixem e vendimite tiste instituar. Isti sepse babio friquezua. Frique engassari. Frique se duta umbja. De perfundova duque beri piqueriste ket. Ana o largua a pac pertiparini siti babai, chepreja e sateper seriose perndifemige stategegessar. Babi, ti me prentove se nuque do talechoge ticte. Ti prentove se do tichin de familge. Acusa e pafasme e vages isti sindigodite mitique zemren e marcos.
ai kishte premtuar. Di për shak që frikeravi di pazigurivi që qis, ai kishte të jerë premtimi që hendezishen që kishte beri në ojeri. I gji, i vozheu. I gji. Ëna u këqidi vrapoj një domen i sa, duki leni markon vetën një domen bosh, duki kuptuar si kishte shakatehuar zheni i veçmi që miri ke kishte në doduri një zhetën i qiri ke kur u bengruan di nenin ke akshumi. Donin. Ditët pasuese ishin më të vështirat që Oliva kishte përballuar që nga adoleshenca. Ajo u përpoq të mbante rutinën normale në furrë, por ishte qartësisht e dëshpëruar. Klientët e rregullt vunë re trishtimin e saj, megjithse asnjëri nuk dinte saktësisht se çfarë kishte ndodhur. Marko nuk u shfaq në furrë në 3 ditët e para. Oliva alternonte mes lehtësimit dhe zhgënjimit sa herë që binte zilja dhe nuk ishte ai. Ajo ishte përgatitur mendërisht për ta parë, por gjithashtu kishte frikë nga sikleti i takimit. Ana, nga ana tjetër, nuk po e pranonte situatën me të njëjtën dorëzim si të rriturit. Në ditën e tretë, ajo i shpëtoi mbikëqyrjes së fqinjes që kujdesej për të pas shkollës dhe vrapoi vetëm drejt furrës. Oliva, ajo bërtiti, duke hyrë në dyqan me sy të skuqur nga të qarat. Pse nuk vjen më në shtëpi? Oliva la menjëherë atë që po bënte dhe u gjunjëzua për t'u bërë në lartësinë e vajzës. Ana, çfarë po bën këtu vetëm? Babi yt e di ku je? Jo, dhe nuk më intereson. Ana u përgjigj me kokfortësinë e një fëmije të lënduar. Ai është i trishtuar gjatë gjithë kohës, unë jam e trishtuar gjatë gjithë kohës, dhe ti gjithashtu dukesh e trishtuar. Pse ne të gjithë duhet të jemi të trishtuar kur mund të jemi bashkë dhe të lumtur? Logjika e thjeshtë e fëmijës e goditi Olivën si një rufe. Ana, ndonjëherë gjërat janë më të komplikuara nga sa do të donim të ishin. Por nuk është e nevojshme të jenë. Ana këmbënguli. Babi tha se ju u grindët sepse ai u friksua. Por nga çfarë? Ti nuk do të largohesh e kurrë dhe të na lësh, apo jo? Pyetja e drejtë për drejtë e vajzës bëri që sytë e Olivës të mbusheshin me lodh. Jo, Ana. Unë nuk do të largohesha kurrë me zgjedhjen time. Atëherë pse nuk mund të ndaloni së grindi dhe të ktheheni të jeni të lumtur? Para se Oliva të mund të përgjigjej, zilja e furrës ra dhe Marko hyri me vrap, qartësisht i dëshpëruar. Ana, ti nuk mund të dalësh kështu pa paralajmëruar, unë isha. Ai ndaloi kur pa Olivën të gjunjëzuar pranë vajzës, të dyja me lot në sy. Për një moment, të tre qëndruan të palvizshëm, sikur koha të kishte ndaluar. Ana, shko në makinë, Marko tha butësisht, por me autoritet. Duhet të flas me Olivën. Ana shikoi mes dy të rriturve, shpreha e saj e vendosur. Vetëm nëse premtoni se do të ndaloni së qenë budallënj dhe do të ktheheni të jeni një familje. Ana. Marko filloi. Premton, ajo këmbënguli, duke kryqëzuar krahët e vegjël. Marko shikoi Olivën, duke parë në sytë e saj të gjithë dhimbjen që ai kishte shkaktuar. Shko në makinë e vogël. Premtoj se do të flasim për gjithçka. Ana tundi kokën, dukshëm e kënaqur me përgjigjen, dhe doli nga furra pasi i dha një përqafim të shpejt Olivës. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e mbushur me pendim. Marko u afrua ngadalë banakut, sikur Oliva të ishte një kafshë e lënduar që mund të ikte në çdo moment. Oliva, unë. Ti më theve, Marko, ajo tha me zë të ulët, duke e penguar të vazhdonte. Unë hapa zemrën time për ty dhe për Anën, i lejova vetes të besoja se mund të ishim një familje, dhe ti hodhe të gjitha poshtë në vështirësinë e parë. E di që e shkatërrova gjithçka. Marko kaloi duart në flok, zëri i tij i ngarkuar me pendim. Unë u friksova, dhe në vend që të flisja me ty, unë ika. Si një frikacak. Pse, Marko? Pse nuk mundet të më besoje? Marko mori frym thellë, sikur po përgatitej të rrëfente diçka që kishte mbajtur të fshehur për shumë kohë. Sepse humbja e gruas sime më shkatërroi. Dhe të dashurohesha me ty më friksoi sepse nënkuptonte se kisha diçka të çmuar për të humbur përsëri. Por më shumë se kaq kisha frikë se ti do të kuptoje se ne jemi tepër barë, se Ana dhe unë jemi shumë të ndërlikuar. Oliva tundi kokën, lotët rridhnin në fytyrë. Ti ende nuk e kupton, apo jo? Ju nuk jeni barë. Ju jeni familja ime. Familja që kam pritur gjithë jetën ta kem. E di këtë tani, Marko tha, zëri i tij duke u thyer. Ana më bëri ta shija këtë.
Ajo më tha se unë premtova se nuk do të lëshoja të ikje, dhe ajo kishte të drejtë. Unë theva premtimin më të rëndësishëm që kam bërë ndonjëherë. Ai u afrua më shumë, duke zgjatur dorën me hezitim drejt saj. Oliva, unë të dua. Ana të do dhe e di që nuk meritoj një shans të dytë pas asaj që bëra, por a mund të më falësh? Të na falësh? Oliva shikoi burrin që ishte bërë qendra e universit të saj, duke parë vulnerabilitetin e sinqert në sytë e tij. Dhimbja e ditëve të fundit ishte ende e freskët, por më e fortë se kjo ishte dashuria që ndjente për të dhe për Anën. Marko, ajo tha butësisht, unë të fal. Por kam nevojë që ti të premtoj një gjë. Çdo gjë. Premto se herën tjetër që do të friksohesh, do të flasësh me mua në vend që të ikësh. Premto se do t'i përballojmë problemet së bashku. Premtoj, Marko tha pa hezitim. Dhe premtoj edhe një gjë tjetër. Ai u gjunjëzua aty, në mes të furrës, duke marrë dorën e Olivës në të tia. Premtoj se do ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke të provuar se ti je gjëja më e çmuar që ka ndodhur ndonjëherë me mua dhe Anën. Oliva qau me ngashërim, duke e tërhequr atë për t'u ngritur dhe duke u hedhur në krahët e tij. Edhe unë të dua, Marko. Ju dua të dyve më shumë se sa kisha imagjinuar se ishte e mundur të doja dikë. Ata u puthën aty, në mes të furrës ku gjithçka kishte filluar, dhe ishte sikur të gjitha pjesët e jetës së tyre më në fund u vendosën në vendin e duhur. Ana u shfaq në derë disa sekonda më vonë, qartësisht duke mos mundur të priste në makinë. Kjo do të thotë se bë të paqe? Do të thotë se do të jemi një familje, Marko u përgjigj, duke tërhequr vajzën në përqafim. Për gjithmonë? Ana pyeti. Për gjithmonë, Oliva konfirmoi, duke puthur majën e kokës së vajzës. 6 muaj më vonë, ata u martuan në një ceremoni intime në vetë furrën. Oliva kishte transformuar hapësirën me lule të egra dhe drita të arta, duke krijuar një ambient magjik dhe mikpritës. Ana kishte veshur një fustan blu të qelur dhe shpërndante petale trëndafili të bardhë në dy sheme me një gëzim ngjitës. Betimet që shkëmbyen ishin të thjeshta por të thella, duke folur për shanse të dyta, për familje që formohen nga zemra dhe jo nga gjaku, për dashuri që rritet në vendet më të papritura. Oliva, Marko tha, duke mbajtur duart e saj para grupit të vogël të miqve dhe fqinjeve, ti më theve se është e mundur të dashurosh përsëri, se është e mundur të ndërtosh lumturinë mbi rënojat e dhimbjes. Premtoj të jem burri që ti meriton dhe babai që Ana ka nevojë. Historisë ju emocionoi më shumë.